A jam unë problemi, thonë meshkujt. Fertiliteti mashkullor, apo më mirë të shprehem pjellshmëria mashkullore, aftësia pjellshmërisë mashkullore, kohët e fundit është përcaktuar sepse pothuajse ka qenë e nënvlerësuar. Në të njëjtën kohë është shumë e zakonshme dhe në të njëjtën kohë sot shkenca ka përcaktuar që aftësia e pjellshmërisë është në një ekuacion të barabartë 50 me 50%. Pra, me shumë vite përpara, dy gjëra të reja janë rregulluar, si thua që janë rinovuar. E para, koha për të krijuar një shtatzani që dikur thuhej gjithmonë 12 muaj me marrëdhënie të rregullta, të pambrojtura, pa kontraceptiv, pa probleme të tjera, është vjetruar. Koha është vetëm 6 muaj.